Një lajm I rënd tronditi familjarët, miqt, kolegët dhe qindra familje shqiptare. Mjeku Babaxhan, siç e thërrisnin me dashuri shumë prej atyre që e njohën, mbylli syt përgjithmonë në moshën 72 vjeçare. Ndarja nga jeta e doktor Eduard Tushës, ose Doki Edi, siç e njohin të gjithë, ka lënë pas të dhimbje të madhe. Për dekada me radhë ai u kujdes me përkushtim dhe profesionalizëm për shëndetin e fëmijëve, duke fituar respektin dhe mirënjohjen e mira prindërve. Rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe prekse për një mik të mrekullueshëm, një mjek profesionist dhe mbi të gjitha një njerëz të rrallë. Mes reagimeve të shumta është edhe ai gazetarit mentor Kikia, I cili I dha lam të mirën doktorit. Për Kikin, doktor Edi ishte jo vetëm një mjek I shkëlqyer, por edhe një njerëz I madh dhe një njerëz me qetësi, përkushtim dhe humanizëm, I cili u bë pik referimi për brezat të tërë prindrish. Ishte jo vetëm një mjek I mrekullueshëm, por edhe një njerëz I madh. Nuk mendoj se një mjek mund të jetë shumë I mirë, pa qenë edhe një njerëz shumë I mirë. Ai para se të shëronte fëmijët, shëronte prindrit që shkonin në derë të tij me u bu, edhe për shqetësimin më të vogël të fëmijës, shkruan Kikia ndër të tjera. Postimi I plot. Lam të mirë kujdestari I shëndetit të fëmijëve. Sot u zgjova me një lajm të trisht. Mjeku Edi Tushe ishte shuar. Është mjeku të cilit I dedikoi mirë rritjen e vajzës së vogël dhe shëndetin e saj. Ishte jo vetëm një mjek I mrekullueshëm, por edhe një njerëz I madh. Nuk mendoj se një mjek mund të jetë shumë I mirë, pa qenë edhe një njerëz shumë I mirë. Ai para se të shëronte fëmijën, shëronte prindrit që shkonin në derën e tij me u bu, edhe për shqetësimin më të vogël të fëmijës. Ai ishte mjeku antifarmaci e anti-antibiotik, edhe për një kohë dhe një temperaturë të lehtë. Me qetësinë e tij olimpike dhe Babaxhan llokun karakteristik, ai shtronte në poltronin e kontrollit mjekësor edhe fëmijën më rebel. Ai ishte qetësuesi netëve të gjata, kur I përgjigjej telefonit të nënave me shprehjen: "Çfarë ka? Aha, nuk është shqetësuese. Kalon, është normale. Nesër e shikojmë, qetësoni." Sa shumë familjeve në Tiranë dhe jo vetëm do ju mungosh nga sot doktor. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.